Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka publikuar rezultatin e numërimit të gjitha votave të procesit zgjedhor të 28 dhjetorit. Sipas rezultatit paraprak, nga 906.754 qytetarë që votuan, 433.394 ose 49.34% e tyre dhanë votën në mbështetje të lëvizjes vetëvendosje të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. E dyta radhitet Partia Demokratike e Kosovës me 184.318 vota ose 20.98% të votave, për të pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës që ka marrë 119.201 vota ose 13.57% të votave. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 49.698 ose 5.66% të votave. Në bazë të këtyre rezultateve në kuvendin me 120 deputet, LVV pritet të ketë 56 mandate, PDK 23, LDK 15 dhe AK 6. Ndërkohë po vijon procesi numërimit të votave për kandidatët për deputet, ku janë numëruar më shumë se 45% e tyre. Kandidati më i votuar deri tani është kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti me më shumë se 118.480 vota. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, Kurti u bë dhe personi që ka marrë më shumë vota në ndonjë proces zgjedhor në Kosovë, pasi pro t'i votuan 337.791 qytetarë.